me sa duket Allah dhe mas mirti, nuk ka dyshim se tema si tema shumë reflekton përmendja Allah, dhikri Allahut, po dhe çka e kisha bashkangjit me sa duket dhe autori ka qenë pjedestal më të lartë sinqeritetit, e cila i ka dhënë bereqet. Alama shije bereqet edhe Po ndyshe se edhe këtoni me sa e ka ndru jetë para frik. disa vite, nuk ka, nëse Allah nuk më ka shëroft. bëjmë 2-3 viteve, po. Para me në çfarë vepre. I na të folën veç te populli jon. Sa është i lexuar ky libër, edhe është libër i nevojshëm për çdo ditë. Jo e lexova një herë dhe e lati. Jo. Në mëngjes në Është vrasje. përgjithshme, agjende përditshme është. Po, para me në sejdel këhtoni, sa se vapi ka marrë me veti. Subhanallah. Veç jam të fol veç te shqiptarët. Po të arab, a lexohet edhe të arab. Edhe abi bido nuk e ka ditë se ka mendon kjo. Po, dhe. Kur je shumë i sinqert, nuk e ndon menën Se ka çka me do shi bëhet. që ka mu ba. Ti e bën punën, e le Allahu. Ashtu është një formulë që ka lidhe këtë koncept, baje veprën e mirë dhe hedhe ndeti, mos gabar pasër me shku. Se nëse shikon ti vetëm se pas ke nevojë për një farë show, një farë ade militanti, pa. ashtu aplauzi. E sinqeriteti plot e bën edhe fare nuk e ndon mendjen, ka me pas publicitet, pranim, shitje, show, e kjo me sa duket Allah di më smiti, ka qenë kogja i stërmushër i mëshiruar me sinqeritet. Ama duke mos e se tema në veti dhikri e ka të fryt dhe a ka të dimenzionin mos flas me vertikal, po e ka dhe horizontal. Jo rastisht ne themi kush i ka punë vertikal, bukur, pasër, me automatizëm aja reflekton Shkëzon edhe horizontal. horizontal. Pa tjetër, do e mos.